pastaj dokumentari na çon në një profesor tjetër, por që e ka filluar rrugën në anën tjetër të tavolinës, si nxënës. Ai është një prej atyre që hyri në bankat e para të paraleles shqipe. Tregon për mësuesit që i dhanë zemër, për lëndët që u zhvilluan për herë të parë në Shqip, për ndjesinë se përshkruaj histori. Dhe sot, ai vetë është mësues. Kjo është cikli i plotë një historie që nuk u ndërprej kurrë. Me vonë, me vetë faktin që në gjimnazin Koqoracin ka ardhur një grup profesorësh nga Shkupi, për të ndihmuar procesin e arsimimit në gjuhën shqipe, ajo më ka motivuar, edhe mu personalisht që me mbarimin e studimeve të kthehem prapë dhe të ligjeroj në shkollën e mesme ekonomike, ishte fakti, domethënë që t'jem profesori i parë, ligjerues i parë shqiptar në atë shkollë në paralelën gjuhës shqipe. Fatmirësisht, edhe unë si nxanes, por edhe sot si profesor në ato shkollë, ndasi në aspektin etnik apo diskriminim nuk ka që ka për mbrenda i shkollës, përkundrazi ka një bashkëpunim të mirë midis nxansëve shqiptar dhe maqedon, ato organizojnë garat e përbashkëta në sport dhe disa fushat e tjera, apo në mbrëmje targetimi, që organizojnë shkolla dhe ka një bashkëpunim shumë të mirë. Problematika më e madhe është mungesa e kuadrit shqiptar, dhe unë do të kisha dashur qëndëtar, edhe të ketë më shumë profesor, të cilët do ta marrin guximin, qoftë nga qyteti jonë, pa dhe qytetet fqinj që janë Shkupi, Kumanova, që të vinë që të ligjerojnë ato në paralele që janë tash në gjuhën shqipe në shkollën ekonomike dhe gjimnazin Koqoraci.